Thash pse mos bëj një gjë me lule që jetojnë përgjithmonë. Është vetëm me lule të rritura në Shqipëri. Jemi rreth 16 veta, goca e gra. Ta mendosh se ti ke një copës të tokës Shqipëri aty në Mur, në një vepër arti. Lunaria bën 7 vite në maj, me 31 maj është themeluar. Si ide ka ardhur shumë spontanisht, them drejtën, po kërkoja për të hap një biznes timin, kisha disa ide. Por s'po i gjeja vetën, rrotullohesha vetëm te lulet, duke qenë që i dua shumë lulet. Po thoja, okej, lule ka, një nga kushtet që kisha kryesore ishte të ishte një gjë që ishte risi në treg. E doja shumë këtë gjë. Dhe për ditëlindjen e konatës i dhuroj një buqet me lule. Kur e shoh atë buqetën që doli shumë e bukur, më thot Vjera që wow, ka dalë yll kjo buqeta. Dhe shoh foton aty, thash, sa gjuna, për 3 ditë do hidhet plera. Dhe kështu lindi ideja. Thash, pse mos bëj një gjë me lule?